O gjëndërum, dëgjojmë këto kohë shumë e më shumë për shkëputjet e lidhjeve farefisnore, që po shkëpusin fare domethënë, dhe është për të ardhur keq. Në fakt, jo shumë, po shumë. Ti dëgjon për shembull një besimtar, subhanallahu, thot nuk flet me babain. Një besimtare i ka shkput lidhjet me nanën, me maman. Ndërkohë, profeti alayhis salam, po flasim këto rreth në ngushtë, ne urdhërohemi me gjithë fisin, gjaku zbohet ujë, me rujt lidhet me gjithë fisin. Ai thot profeti alayhis salam në një hadith, nuk hyn në xhennet pra njëri që i ka shput lidhjet. Ndërsa i madhi Zot i ka thonë lidhjeve farefisnore, a nuk je e kënaqur që ti ruaj lidhjet me ata që i ruan lidhjet me ty, e ti shkput lidhjet me ata që i shkput lidhjet me ty? Vjen hadith. Kështu që besimtari dhe besimtarja duhet përpiqet normale, fillon me prindrit, me ju gjind, me i respektu, me i rujt lidhjet fort me ta, me ju gjind, me ju shërby, me i dhon përparësi atyre ndaj tjerëve. Po ashtu edhe me fisin. Me u mundu vazhdimisht me i rujt lidhjet dhe me i rujt kontaktet, me u interesu për ta si është gjendja e tyre e më radhë. Kjo duhet patjetër, sepse ti shikon sot dikush që thot ankohet për shkak për jetës, shtyhet kot thot, pa kuptim fare. Pa e shifi si ke lidhjet me fisin. Po ashtu dikush tjetër ankohet tek paraja, që është patjetër kjo është tema e gjithanshme, vazhdimisht kjo temë. Ankohet për shembull për paran. Dy gjëra pra që ty të rregullohen nëse i ruan lidhjet me fisin. Do të kesh bereqet me i rujt lidhjet. Do të kesh bereqet në pasuri dhe në jetë me i rujt lidhjet. Dhe është e lehtë, por thjesht duhet robi me mund shejtanin.